Në studio të nderuar kemi një mysafire shumë të veçantë, një vajzë që ka guxuar të sfidoj qiellin dhe të përfaqësoj Kosovën në një nga sportet më emocionuese të aventurës siç është paraglidi. Ajo është një pilote talentuar që me pasionin, por edhe me përkushtimin e saj ka arritur që ta vendos Kosovën në hartën e paraglidit botëror. Me fluturimet spektakulare dhe sukseset ndërkombëtare, është bërë frymëzim për shumë të rinj e të reja. Sot do të flasim për rrugtimin, për sfidat, për emocionet e fluturimit, por edhe për ëndrat për të ardhmen në këtë sport. Me ne në studio është Lisjeta Thaqi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta. Interesant, a? Unë kështu veç kur e lexova pak a shumë historinë tënde mu duk shumë interesant, po besoj që për juve është edhe më e veçantë si aktivitet, po ajo që ka deshta unë fillimisht me na tregu pak më shumë që qysh ka lind dëshira për paraglidin, ose këne ke pas si model, çka ke di, çfarë informacione? Unë fillimisht kam ushtru kickbox, ka rastis që trajneri kickboxit është një paraglidist shumë i mirë, Migjen Shala, cilin e kam pjesë të klubit po ashtu, është vllau i trajnerit. Edhe mandej të i po storit e ti, të i po postimet e ti, ka fillu një dëshirë për me provu. Masi e kom provu vetëm si atrakcion, kom fillu me ushtru edhe dal nga dalje u rrit kjo ëndra për me i fillu garat edhe me u marrë shumë seriosisht me këtë sport. A të kujtohet ai fillimi? Fillimi, po që shumë kujtohet fillimi. Vitin e kalu kemi qenë pushim edhe disa prej shoqeve që ishin e provun me ulçu me paraglide në Shqipni një atje prej Llogoras që është ajo. Unë për veti nuk guxova. Po ke gabun, nuk e di që kam përjetu shoqënia jote, po që... Unë e knaqna kur isha në qiell, ashma tepër me pas pa një femën, isha gëzu shumë, po nuk e di. Nështë pak kjo frika prej në altësis, nuk e di. Është ndjenjë shumë e bukur. Normalisht që nuk është diçka që e bojnë shumë njerëz, edhe për qatë arsye na kemi frikë prej të panjohurave zakonisht, po që jo domosdoshmërisht është diçka e keqe veç pse është e panjohur. Kështu që fluturimi është një prej ndjenjave më të veçanta dhe prej gjanave më speciale që kam provu në jetën time. Një të kujtohet hera parë? Hera parë. Me siguri që të ka jep informacione se çfarë adrenalina, ajo është adrenalina mas shumë të që po besoj i është njerëzit në... Hera parë, nështë nuk u kon prej herave që më ka bo kështu me u dashuru direkt edhe me thonë që po du me u marrë si sport, për shkak se normalisht herat e parat e kime bo fluturim tandem, që do të thot me pilot fluturime dyshe. Mirë po kur kam fillu me bo vetë, mandena e ka njësë me urrit ajo dëshira që me përvetësu çdo ditë e ma shumë, me bo çdo ditë e ma mirë edhe mandej normalisht edhe dëshira për me qenë pjesë e garave. Mandej prej këtyre lëshimeve me trajner, me pilot, apo instruktor? Instruktor. Mandej, mas një kohë ke fillu me ulçu vetë. Mas një kohë kam fillu. Merë shumë kohë, po mendoj që kjo pjesa derisa ti të avancosh në atë nivel sa që mundesh me ulçu vetë? Nështë për me fluturu vetë, nuk mundet me të marrë, nëse kushtet atmosferike janë të mira dhe ti mundesh me ushtru edhe ki talent e kap shumë shpejt sportin, atëherë ndoshta mbrana një javë, 2 javë maksimumi, ti e në gjendje me dalë në ajer vetë, me fluturu, dhe me thonë do fluturime jo shumë të larta, pak ma të olta, mirë po për me bo si sport, atëherë kërkon normalisht për kushtem tjetër, si çdo lloj sporti tjetër. E çfarë cilësisë për shembull do të një pas një trajnere e paraglidit? Unë trajnere nuk jam. Trajnere, më falë, okej. Po instruktore, a mu i me thonë? Jo, një jam sportiste. Veç sportiste e paraglidit, po. Edhe më pëlqen me konë halon këtë pozit, për shkak se targetin edhe qëllim. Po ka trajnera, po? Po patjetër, po trajnere, si term shto, përdorët. Përdorët, po nuk jam. Që ta tira, së shpejti. Së shpejti. Po mënoj që duhet me pas aftësi me kontrolu, zakonisht kur trajnohemi si fillestar, trajnohemi në tokë, bëjmë ground handling, mundohemi me mbajt velën mbi kokë, drejt, me ditë me ecë djathtas, me ecë majtas, patra, do me thonë menaxhimi velës. Nëse ti e në gjendje me menaxhu velën shumë mirë në tokë, atëherë ti në fluturim këme qenë patjetër shumë mirë.
Kështu që fillimisht i kena mësimet në tokë, mandej na i dalim bojmë fluturimet shkurta prej një kodrës tolt, derisa instruktori ose trajneri të shet që ti je gati për me bo fluturimet gjata. Po edhe kur ti fillon me i bo këto fluturimet e gjata, prap se prap je në kontakt me radio me trajnerin edhe për çdo pasiguri, çdo san që ti dosh me vepru, atëherë direkt intervenon instruktori. Okej, ka edhe vajza tjera? Po, ka edhe vajza tjera, bile ma e reja që e kemi në klub është 15 vjeçare. 15 vjeçare. Pe pra mendoj nanën, çfarë sikleti mundet me pas. Po nana saj, domethënë është vajza e trajnerit, kështu që nana saj patjetër që e përjeton me siklet, edhe nuk e ka përjetu me siklet veç fluturimin e saj, po fluturimet e krejt neve, po që me kalimin e kohës dikur mësosh me këto, ndjenja me këto. Që e keti ma specialitet? Në qka je fokusume? Me siguri që edhe në paraglajt janë disa disciplina, apo jo? Po, në paraglajt janë disa disciplina normalisht, ka cross country apo distance, ka acro, mirë po disciplina cilën unë jam e përkushtume shumë edhe nështë për momentin jam e fokusume komplet është precizioni. Precizioni që i bjen, kështu më na shpigu për njëve që nuk kemi shumë njohuri? Që i bjen saktësia, atëherë na shkojmë edhe bëjmë lëshime prej një kodre, ose edhe me... Okej, i kemi disa fotografi të cilat po e zbukurojnë kështu bisedën, disa fotografi ku ti ke marrë pjesë mandej në këto garat për cilat kemi me folë në ndërkohë. Atëherë, na në precizion zakonisht synojmë pikën 0. Do më thonë, rezultatet të na matën me anë të një palacinke që e thirrim na elektronike, e cila matë gjatësim prej 0 deri në 16 cm. Mandej ajo bëhet matja prej 16 deri në 2 metra, e cila është maksimum score, matët me metër normal prej gjyqtarëve. Po që qëllimi jonë është mos me dalë te metra, qëllimi jonë është mbrana elektronikës. Zakonisht 0 deri në 2 janë rezultatet më të kënaqshme që na dhe i kena target. Çka do që është mi 2, atëherë ti je jashtë konkurrencës. Okej, interesant o kërë, qaq precize, po dosh. Me u karakterizu për precizitet, shumë bukur. Qëfar momenti është për shembull kur je nalt, edhe kur e mbrin atë lartësinë të cilën ti e dëshiron, edhe sheh kështu i sheh njerëzit poshtë ose sheh natyrën. Po besoj që është një farë ndjenje e kënaqësisë. Çka mendon? Kjo pyetja më e shpeshtë. Ajo pyetja që kur je qetësi dhe të pyet dikush çka je të menduar që tash. Që atëherë bashkëkurgjon është. Jo, zakonisht unë jam njeri që kur i bëj këto fluturimet pakës më të gjata, i bëj për me u qetësu, për me reflektu mi vetën, është. Po kryesisht kur jam mas shumë të në stres edhe kur kam ngarkesa ose probleme, është momenti ma i qetë që muj me gjetë vetën. E kam thonë këto edhe ma herët, po që kjo është e vërteta. Të bën me kuptu se sa i vogël jetë, bën me kuptu sa të vogla e në problemet e tua, sa e bukur edhe sa e madhe është bota dhe shka ka kriju Zoti për neve. Edhe na ka njëherë dim, mos mja ditë vlerën, po. E vërtit, kur jemi mirë, ka njëherë harrojmë që shëndeti është mbi gjithë shka. Po kur jemi mirë, ma ndej kemi ambisi, kërkesa, dëshira. Por që është mirë kjo mja kujtu vete sa ma shpesh me qenë falenderus për krejt qka kemi. Kjo mandej logaritet këtu edhe lartësia, s'la është lartësia ma e madhe prej cilës ti? Lartësia të cilën e ke arrit, po mendoj? Po, ose e lëshu? 1800-1900 është ta maksimumi ka mujtë me shku që unë kam fluturu, po që ka pilot që fluturojnë edhe për 2000-2500 metra lartësim bidetare. Unë nuk i kom bëhet o fluturime aqë larta, për shkak se unë bëj precizion. Mu zakonisht më dohet, nështë shumicën e stërvitjeve i bëjnë kodra pakës matë olta, për shkak se më dohet me bo numër matë fluturimeve edhe me ushtru saktësin, common. Për shkak se prekja e parë në tokë kalkulohet, dhe me thonë, e mu më dohet sa ma ofër zerës me shku. Mirë shumë, Lisit, po... Ti që 3 vjetë më duket mberës kështu pak ma aktivisht me paraglajda, po? Aktivisht dhe me gara mirë na që 1 vit e gjys, që 3 vjetë e kom njoftë sportin edhe veç kom fillu kështu si fillestare, të dashtë veç me mësu me bo, po që 1 vit e gjys jam aktive në gara profesionalisht. Kur e ke nisë si sport dëshirës, qefit e ke marë, po mendoj të ka shku ndonjëherë mendja që në të ardhmen kime përfatësu Kosovën në këto gara?
Dëshira ka lind nështë momentin që kom fillu pakës me një vetën gjallë. Kështu, në momentin që kom njës me fluturu edhe me pa që me një knaqësine e këti sporti, atëherë dëshira jam u ka normalisht që me mujtë me përfaqësu Kosovën një ditë. Edhe më ndej ka daldale mendimin e trajnerit Panol Shala dhe të klubit Shqiponjat e Kastriotit, kjo ndër u realizu. Fillimisht e para në Kosovë, më ndej e para në Europë, dhe tash faleminderit Zotit e kemi më rri edhe e para në botë. Okej, apo flasim pak për qito përfaqësimin e Kosovës në qito garat ndërkombëtare, po nisim tek i fundit, tek çmimi i fundit. Na trego pak për këtë eksperiencë? Në Tajland kemi qenë në fund të janarit, edhe jemi kthy me 17 shkort në Kosovë. Gjithsej janë mbajtë 2 gara. Njëna prej garave ka ndalë rezultatet për shkak se në ranklistë botërore dohen pikt. Dhe me thonë, unë kam qenë e dyta në botë, me ardhjen e rezultateve të kësaj garës Tajlandës, më rrita mi grumbullu pikte mjaftueshme për medalje para në botë. E para në botë? Jo, sa bukura, urime për këtë çmim. Ka pas edhe paraglidist tjerë që nga Kosova që kanë qenë pjesë e kësaj gare përveç teje, po mendoj... Po, nga Kosova kemi qenë paraglidist kemi qenë 5, dhe më thonë ka qenë trajneri Fanol Shala, edhe si sportist po ashtu, për shkak se ai është edhe një sportist shumë i suksesshëm në këtë lëmi. Migjem Shala, Veton Sylaj, Gzim Statovci, harrova dikon, jo. Edhe gjyqtarja, edhe një gjyqtarja ka qenë prej Kosovës, Leila Boshnjak, që është e klubit tonë po ashtu. Përveç teje, çmimet tjera, sukseset e tjera, kanë arritur edhe pjesëtarët? Po, edhe trajneri jam kam rri medalë në kampionatin aziatik i treti, overall, po që normalisht në kampionatin aziatik nuk takon medalje ose podium, për shkak se është kampionati veçantë, vinë pikë e garës, po që podiumin e marrin ata që janë prej Azis. Okej. Ishte tereni mirë, i përshtatshëm për ty? Po, te ko me ushtru ndoshta përpara se me marrë pjesë në atë minutazhën tënde që e ki? Kemi pas 2-3 ditë kohë për me ushtru, për shkak se dhe gara tona janë 5 ditë deri në javë mujnë me zgjatë, për shkak se ka pilot shumë edhe do të më realizu gjithsej maksimumi 12 raunde. Ka pas pjesëmarrje, në garën e parë kanë qenë 120 pilot pjesëmarrës, në garën e dytë kemi qenë 97, kështu që kemi pas kohë edhe me u stërvit, po që tereni ka qenë shumë i bukur për fluturime, ka njëherë ka ditë me të sfidu, po e bukra e kësaj është që në njënin prej raundeve gjithë se cili ko mu përballë me kushte pakës ma sfiduse, kështu që është një lojë shumë fair play me nojon. Do me thonë, sa lëshime i keni? Apo me një vlerësuani? Maksimumi është 12 raunde që më brenda një gare, po. Okej, do me thonë që nëse një nuk shkon mirë, atëherë mundesh me do pak ma shumë prej vetës. Me 3 raunde, 3 deri në 5 raunde në varet prej kategorisë të garës, validohet gara. Mas raundit të 5, normalisht që hinë në lojë është një gjokeri, thojnë në, që një prej raundeve pikve ma të këqia që i kitë, mundesh me i ka. Okej. A është sfiduse, a them jeta, a të thrasin jeta? Lisjeta, lisë zakonisht. A lisë, okej. Zdim se me ndofa jeta. A është sfiduse për shembull, se ti ndoshta në Kosovë një terenin edhe ndjesh ma sigurt, sidomos vendit të ndjesh edhe ma shumë dyshysh e plësume edhe ma shumë vetja. është sfiduse kur i ndron terenet, sidomos në përshto gara ndërkombëtare, derisa adaptohesh me vendin, me hapësirën, me këto kodrat prej ngalëshoheni? Normalisht që ku ushtron ma shumë njëhesh pakës ma e sigurt, po që nuk përbën ai farë problemi shumë të madhë, për shkak se krejt pilot është e njëjtë për krejt. Nështë njëherë i bjen pilotve... vendësit pak ma? Po. Nështë njëherë i bjen pilotve më ardhë në Kosovë, na udhëtojmë në për vendet të ndryshme. Zakonisht e preferojmë me pas në i ditë stërvitje, për shkak se normale një e pakës ma mirë terenin e din, po që era është ndryshushme dhe ashto, rëndësit madhe kanë stërvitjet, sa pregaditesh ti para se me shku me një garë të caktume. Okej, ti je full time sportiste. Po. Qysh është një ditë e jotja kështu
e rëndomt. A lyp shumë angazhim ky lloj sporti me praktiku në baza ditore, në baza javore? Sa ti duhesh me ju përkushtu paraglidit në mënyrë që me qenë forme dhe me mbri këto rezultate cilat i ke mbri kudo nga gara ku je prezentu? Zakonisht, momentin që kemi kushtet mira atmosferike, na jemi në teren. Vështirësitë e këtij sporti janë për shkak se nuk e keni palestër, nuk e keni vend caktuar ku ti shkon edhe ushtron e ki për shembull një orar prej 2 deri në 5 ose e keni orar caktuar që ti mundesh me shku edhe me ushtru. Na varemi shumë prej erës, na duhet me ditë drejtimin e erës, shpejtësinë e erës, edhe me ditë se në cilën kodër mundemi mu gjetë me ushtru. Normalisht sa ma shpesh që dalemi, aq ma mirë është për neve, po ka ditë që për shembull është era shumë e fortë, ose ka shi, ose janë kushtet e papërshtatshme dhe neve na pamundson aktivitetin. Për ndryshe momentin që e kemi erën, edhe e dim kohën sakt nëse nuk është mirë mëngjes, nështë mas dite rregullohet, ose ana sjelltas, na duhet me i bo këto farë kombinime që me mujtë me konë prezent në ushtrime sa ma shpesh. Kështu si sport, është i kushtueshëm pajisjet, po mendoj këto parashutat, i thot parashuta, po? Paraglide. Okej, paraglide, parashuta. Po, është lloj parashute, po, njët më shumë. Veshjet, ose çka do të pas tjetër me pajisjeve që me qenë kështu i kompletuar? Çanta apo harness, paraglidi, parashuta emergjente, helmeta, mandej për veshje qyshni është ma komodite. I kemi edhe këto patikat që secili i merr vetat, po që i dohet me ja punu një farë pjesë speciale që kur me prek fiksni 0 cm. Me pas prekjen ma të sakt. Për shkak se edhe nëse shkeltit e 0, po të prek këpuca pakës ma anash, mundet me qenë 5 cm. E kjo nuk është diçka që na e dojna. Janë të kushtueshme. Secili sport që i hen me u marr profesionalisht, mandej duhet me ju nejt gati pajisjeve, duhet nështë ma shpesh me ndru, se ti nëse fluturon për qefi, një paraglide mundesh me rujt edhe me përdor nështë për shumë gjatë. Po nëse ushtron edhe ty duhet me përdor ato çdo ditë, ajo normal që është material shpenzues. Sa paraglide e kiti? Unë e kam veç një. Në fakt, kjo është i dyti që e kam, po me këto kam punu. Ma shumë, a? Normal, dohet me pas paraglidin që ushtron me to, me të njëjtin him edhe në gara. Se është njëjt, sigur me hi në gara, për shembull me makina, edhe me marrë makinën e dikujt me hi në gara. Kështu që jo, neve na dohet me ushtru me paraglidin ton, në mënyrë që me njoft sa ma shumë edhe me ka një me to. Kodra me afër këtu? Po mendoj rreth Prishtinës ku ju shkoni shpeshherë dhe bëni ushtrime? Krushevës, afër Obiliqit, po. Afër Obiliqit, ë? Është ajo pjesa ku po zakonisht edhe në Golesh, në Harilaç bëjmë fluturime, ma të shpeshtat po flas. Okej, ka Kosova po mendoj terene të bukura, terene të mira për paraglidist? Kosova i ka të nga të mira. Po, Kosova ka terene shumë të bukura dhe shumë të favorshme për me ushtru, sidomos, në fakt, jo veç disiplinën e precizionit, po që sidomos për precizion. Për këtë arsye, për shkak të nështë kushteve të përshtatshme edhe vullnetit tonë shumë të madhë, Kosova rënditet edhe si shtetë e treta në botë për paragliding, që do me thonë ka potencial shumë të madhë dhe është një konkurencë shumë e madhe në arenën botërore. Okej, vinë paraglidist nga vendet të ndryshme për me shfrytzu këtë terenin që ju po thoni sa shumë i përshtatshëm? Vinë, po kryesisht vinë për gara. Kryesisht për gara. Tash pas këtij suksesi që ke arrit në Tajland si e para në botë në precizitet, cilat janë planet? Ka ndonjë garë që po të pretë kështu? Po, tash me 12 kemi me qenë në Itali. 12 mars. Kemi me qenë në Itali, fillon Kupa e Botës, World Cup, në Paraglide. Kjo garë i ka 4 seri gjithsej. Seria e parë mahet në Itali, e dyta është caktu ka me mbajt në Macedoni, e treta është në Mongoli. Finalja ka pas me mbajt në Kinë, po që është diskutabile. Okej, atë unë po të rojë që ti me shku
tek e fundit edhe me marrë çmimin kryesor. Ishte vërtet shumë kënaqësi me të pasur në studio Lisita edhe me bisedu për paraglidin. Po më vjen shumë mirë që e kemi një vajzë të mirë, të bukur, të mençur që merret me këtë lloj sporti, edhe që pastaj është një model edhe frymëzimi për shumë vajza të tjera. Nëse e duan këtë sport, këtë adrenalin që e sjell paraglidin. Knasi. Faleminderit shumë, knatësia është po besoj që nështë në ndonjëherë nga këto gara, kur ti je shet përshtatshme, e që mundemi me komuniku, mundemi mu lidh drejt për drejt, pak më na tregu ndoshta edhe terrenin edhe ata sportistë e tjerë, kish me qenë interesant. Po, patjetër. Mundet me qenë mundur. Faleminderit juve. Mirë, të nderuar shikues, po kalojmë një lidhjen tek studio tjetër me Julan shoqëritë e edicionit informativ.